kjo është për t'i ikur përgjegjësisë edhe është një tentativë për t'u tallur me qytetarët. LDK-ja i ka 15 vota për një marrëveshje politike në vend se të kishim një marrëveshje politike që do të sillte një emër të presidentit. Ne kemi tash një thirrje të një seance që është një tentativë për një farsë ose improvizim të një seance me gjëja se po diskutojmë për presidentin. Vërtet është fatkeqësi sepse në vend se të kishim një emër konsensual ose me marrëveshje politike dhe të kishim një votim, të kishim një president, ne sot kemi vetëm improvizime të seancave dhe kjo është për t'i ikur përgjegjësisë edhe është një tentativë për t'u tallur me qytetarët. LDK-ja nuk shkon në seancë pa pasur një marrëveshje për emrin të cilin duhet ta votoj. LDK-ja i ka 15 vota për një marrëveshje politike dhe për kandidatin që LDK-ja e propozon për president.